Hoxha Ali et-Tantawi, Zoti më shiroft, përmend në njërin prej librave të tij, kjo ngjarje ka ndodhur në Siri. Një burr kishte një kamionçin, makinë pra, që e përdorte transport mallrash, por para kohësh si ngjarje ka ndodhur kjo atëherë, pra vendosnin mallra, por hypnin edhe njerëz. Kishte udhtim nga një qytet në një qytet tjetër dhe merr me vete një tip arkivoli, pra që vendosen vdekurit, pra ose taput. Dhe aty hypën edhe një person. Gjatë rrugës fillon shiu. Ky personi mos lagem, thot, po futem brenda në tabut. Futet në tabut. Ndërkohë, shoferi i kamionçinës merr edhe një person tjetër gjatë rrugës. Ky personi tjetër nuk e dinte se aty brenda në tabut kishte hyrë dikush. E ky që ishte në tabut nxori dorën për të parë apo bimo shi apo jo. Ndërkohë personi që pagët ngjarje mendoi se i vdekuri u kthy. Dhe nga frika të merrohet, hidhet nga kamionçina. Bie në tokë dhe menjëherë vdes. Ky dietar e sjell këtë ngjarje, e cila është e vërtetë. Ndoshta disa njerëz më thonë, po sikur, ama duhet ta dim. Sa Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Thuaj, vdekja prej së cilës ju ikni, ajo ka për t'ju ndodhur. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada, më pas ktheheni tek ai i cili e di të padukshmen dhe të dukshmen. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ai do t'ju tregoj pra ato që ju vepronit. Allahu subhanahu wa ta'ala na thot prapë në Kur'an. Zoti nuk e vonon pra e xhelin e një njeriu kur i vjen caktimi. Pra kur i vjen caktimi dikujt, kështu kuptohet prej ajetit. Ose na thot në një ajet tjetër se as nuk vonohet, na tregon në një ajet tjetër, as nuk përshpejtohet. Pra në momentin që vjen vdekja, aty të shkruajtur, aty ti merr shkaqet në jetë, përpiqesh, mjekohesh e tjera, ama në momentin që vjen e xheli, e ka shkruajt i madh i Zot, ajo ka për të ndodhur vëlla, ka për të ndodhur. Prandaj elhamdulillah, ti që je i fuqishëm, ti që po jeton, ti që të ka falë Allahu i lartësuar jetën, një ditë që po jeton, mundohu ta shfrytëzosh në punë të mira. Tani ne jemi në muajin e Ramazanit, muaji i mirësive të mëdha. Vllai im, motra ime, shfrytëzoje këtë muaj me adhurime të ndryshme, me namaz, me agjërim, me sadaka nëse ke mundësi, me lutje. Allahu na boft prej atyre që e shfrytëzojnë këtë muaj. Amin.